الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Falëndrimi dhe lavdrimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavatet, selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberit më dashurit tonë, vulës pejgamberike Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëj prej tyre. Lëzër, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajet kuranor, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Edhe kush do që ka bënë një vepër të mirë, qoftë ajo sa pesha e një thërmie, ai ka me bë atë. Ky ajet nuk erdhi si ajet i izoluar, porse erdhi në fund të një sureje e cila fillon me dridhjen edhe me lëkundjen e tokës, ku thot Allahu kur toka do të dridhet me dridhjen e saj të fundit, edhe kur ajo të nxjerr nga brenda të degës sekretet e sajna, atëherë në fund njeriu ka më unalë dhe ka me pyetur vetë di, "Malaha, çka është me tokën? Çka po ndodh me tokën? Pse është kjo dridhje? Edhe çka po nxjerr toka prej vetes saj?" Në atë moment kaosi, në atë moment drejtësia do të jetë aq e hollë sa fija e një thërmie. Andaj, pse Allahu subhanahu wa ta'ala e zgjedhën në ajet që me e përmend fjalën mithqal. Mithqal në gjuhën arabe është pesha më e vogël që mund të imagjinohet. Madje nuk është vetëm pesha, por është ekuivalenti i peshës. Mithqal e dharra, çka është dharra? Dharra gjusisht dietarët thonë se është ajo miza e vogël. Miza e vogël e cila menzi shihet, menzi e vren ti në sytë e tu. Porse në kuptim tjetër që gjuhës arabe vjen se dharra është edhe dielli kur ti bjen një sipërfaqe e cila është me pluhën, edhe ato gurtë e vogël që janë të çati pluhuni, që kjo është dharra. Që kjo është dharra, që ky guri i vogël i një pluhnit, që thot Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në ajetin kuranor. Shkrimtarisht thot një materie e cila ka peshën shumë vogël, i thojmë atom. Para në lloj dashur besimtar, ti e bën një vepër shumë mirë, ti e bën një vepër ndoshta të vogël, ti e bën një vepër shumë të thjeshtë, ti e bën një bamirësi, e jep një buzëqeshje dikujt, apo e ngushëllon dikon për ndonjë hall të cilën e ka ai, por dikë e njëri ka mundur me qenë asgjë. Porse te Allahu subhanahu wa taala e ka peshën e vet. Sot njerëzit janë mos me njohusa. Sa do të mirë ti me bëhet e ata, sa do mund ti me bëhet për ta, sa do fjalë të mira dhe vepra të mira ti me bëhet për ta, prapë në fund të fundit kimi i gjetën njerëz si mos me njohës të veprës të cilën ti e ke bërë. Te Allahu subhanahu wa taala do të meditën këtë gjë. Te Allahu subhanahu wa taala asnjë heqje të cilën ti e ke bërë ndonjëherë për hir të Allahut subhanahu wa taala, asnjë gjest të cilën ti e ke bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala, ajo asnjëherë nuk humbet në peshorën e Allahut. Se Allahu i ka arkivat të cilat nuk i humb asnjëherë. Asgjë nuk humbet në arkivat e Allahut subhanahu wa taala. Imam Bagaviu, Allah e mëshiroft, në Maalimut Tanzil thotë se ndalet e fjala yarahu, edhe atë ka me po e njëri. Atë ditë kam i po veprat e veta. Atë ditë kur ta marrë ki librin e veprave tua në dorën tënde, ki me e po e çdo gjë të cilën ti e ke vepruar këtë dunjë, andaj i kujdesshëm ndaj veprave të cilat ti bën. U pyet se
a ka me e po e robi shpërblimin të cilën e ka bu për shatë vepër, apo ka me e po e veprën e tina të që nuk është e njëjta, me e po veprën edhe me e po e shpërblimin. Dhe përgjigjet Imam Begawi duke thonë se veprën e tij të shkruar ka me po në librin e vet, por më pas ka me po e shpërblimin të shndruar në shpërblimin në knatësinë e xhenit Allahu subhanahu wa taala. Veprën sa që kjo thërminja e vogël, sa që kjo trosha e vogël, ki me po e të regjistruar në librin e veprave tua, se të tha Allahu në Kur'an, çdo njëri prej njerëzve na ja kena lënë me laçë për skejtina që e shkruan çdo gjë, çdo vepër tonë. Vllai dashur besimtar, çdo rrugë të cilën ti ec, çdo vend të cilën ti je, çdo vepër të cilën ti e bën, dije se e kje që të me lashën me veti, edhe i shënon veprat e tua, i kujdesshëm ndaj veprave tua. Begawi është thonë se ajeti është el muhkem, është për ajeti el muhkem, apo për ajetet të prera që nuk le vend për dëshim. Me jam në mithkale, rrëratin, khajba i gjera. Edhe kush e vepron, sa të një vepër, sa të të vogël, të Allah subhanahu wa taala ka me gjetë ato. Të Allah subhanahu wa taala ki me pa atë vepër. Imam Ibn Kathiri, Allah më shrof, thotë se e sjellë një kundërshtim tjetër të rënditës që është. Thot ajeti thonë se ky ajet është aq i fuqishëm, saqë dietarët e kanë quajtur el ayetul jamia, që është ajeti gjithëpërfshirës. Është ajet gjithëpërfshirës. Kurani vëllezër të ndershëm i ka rreth 6200 ajete. Prej ajeteve gjithëpërfshirëse, prej ajeteve të cilave na jep neve një mesazh mjaft madh, është ajeti i surës Zelzela, ajeti i surës Zelzela. Thotë Ibn Kathiri se edhe nëse një person nuk ka bërë asgjë tjetër përveç këtij ajeti, nëse me asnjë ajet tjetër të Kuranit nuk e punuar gjatë jetës tonë, por se çet ajet e ke marrë me seriozitet, çet ajet e ke mësuar me seriozitetin tënd më të madh, atëherë ka me të mjaftuar ty për udhëzimin të cilin e ke në fenë Allahu subhanahu wa taala. Ka me të mjaftuar ty si udhëzim të cilin e ke në siratan mustaqim, në këtë rrugë drejt, e që është rruga e Allahut dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje Ibn Kathiri vazhdon edhe argumenton se besimtari i sheh veprat e tij në dynjë, i shëvera në dënja me qëtësi, pastaj në ahiret për mes problemit, dërsa ju besimtare, ai që nuk e ka besu Allahun subhanahu wa taala, mund ta shohësh problemin ndonjë vepre të cilën e ka bërë në këtë dënja, por se në botën tjetër do të mbetet asgjë. Pse? Sepse me vete ki me marrë mas pari, ki me marrë besimin në Allahun. Me vete mas pari ki me marrë pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i vijnë vepra të tjera të mira të cilat i ke bërë. Transmeton Abdullah ibn Abbas duke thënë se nëse e vendos dorë duke e dhënë definicionin se çka është mithqala dharra, çka është kjo thërmia e vogël, çka është kjo pesha e vogël, thotë Abdullah ibn Abbas, që kjo e vogël është sikur se ti me e marrën shuplakun tënde, me e nuë mbi plohën, me e çu dorën edhe çto kokrat e vogla të cilat jetin, krejt që ato janë dharra, krejt që ato janë thërmia, veprat të cilat ty e pranon te Allah subhanahu wa taala. Subhanallah. Çka është drejtësia e Allahut? Që kjo e tregon drejtësinë e Allahut. Që kjo ajet e tregon urtësinë e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu nuk ta humb ty asta që kjo e vogla. Nëse njeri të harron, dije se krijuesi i qetina nuk të harron asnjëherë. Nëse njeri nuk ka të të thonën, e harron edhe e shlypi i gjithit vet, Allahu subhanahu wa taala nuk i shlyn veprat e tua, nuk i shlyn fjalët e tua, nuk i shlyn Allahu subhanahu gjestet e tua për librit të veprave tua. Andaj Allahu subhanahu wa taala tregon në surën Kaf në ajetin e sonë thotë: "Ya waylata ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." E çka të mirët na? Të mirët na se çka është ky libër në të cilin nuk paskalon pa shkruar as të vogël as të madh. Çka është ky libër i veprave tona që nuk paskalon pa regjistruar çdo asnjë vepër të vogël as një vepër të madh të cilën na e kena bërë. Nëse dikush prej neve harron diçka se ka hungur në para 3 ditëve, dihet në librin e Allahut subhanahu wa taala i kije gjitha vepra prej momentit kur shkruan lapsi për ty e deri në momentin kur Allahu i jep urdhë shpirtit për me dalë prej kësaj dynjaje. Madje Allahu subhanahu wa taala i shënon edhe ato vepra të cilat nëse një herë dyje tu ka dhënë mundësia për me i bëjë gjuna Allahu, edhe ka thonë se unë i friksohem Allahut, edhe ju ke larguar ti gjinohi, Allahu edhe që tepër e shkon sa diesh probleme të mira. Hasan al-Basri, Allahu më thotë se kur e lexonte këtë ajet, çfarë do të thoshte? Sa herë që vinte Hasan al-Basri te sura Zelzela, te ajeti i 7, thonë vazhdon të më thotë thotë mirë për ne. Nëse Allahu subhanahu wa taala nuk e harroj ka dhe përgjigjësoj ka sa që kjo thërmia e vogël një prej veprave tona, çka bëhet me neve të cilat kena male prej gjinave, të cilat kena ndërtu male prej gjinave, çka kena me bona para Allahu subhanahu wa taala. Andaj e bëdher ta thoshte se ruhen nga mëkatet e vogla,
Ruaju mëkateve të vogla, sepse ato mblidhen te njeriu derisa ta shkatrojnë atë. Ashtu siç mblidhen thërmiat e dhejut thallit edhe kohën kohë. Nisi përse gurtë e vogël që mbledhen, edhe ndërtohet diçka e madhe, e njëjtësh edhe me gjinohet e vogla të cilat ti nuk ja vën mendjen, të cilat ti gjinohet të cilat ti nuk koncentrohesh to edhe nuk i kërkon falje Allahu subhanahu wa taala, vazhdojnë me ngurthuar zemrën tonë derisa ajo zemër bëhet e ngurtë, edhe mend tonë nuk ka dobi asnjë fjalë e mirë, asnjë këshill e mirë të cilën ta jep dikush. Transmetohet në histori mahnitse për Ibn Amirin, njëherë erdhi një lëpës e ajit, edhe është Allah subhanahu wa taala nuk i ka qellu kur gjë të shtëpia. Përveç durrësh. Edhe e jep dikon korrosh atina. Edhe thash dikush që ja shpion ashtu, e hajgore po bëmë dikon korrosh me allon njerëta, ai ka armë kërkuar diçka për ti, e jep dikon korrosh. Po dije se çfarë kokër thotë e kumbllon çato çka e kam. E kumbllon çato krejt çka e kam, çato e kumbllon atina. Edhe to ka peshore për peshoreve të cilat Allah i legjizon. Nuk është interesante dikush që ka shumë me allon në parë. Interesante është dikush që e ka çato, edhe çato e jep për Allah subhanahu wa taala. Andaj, gjithashtu kujtoj hadithin ku njeriu po një deg, një person e po një deg që në rrugë, në lidh në rrugë, edhe mendon se kjo kam i pengu besimtarëve. Kjo është pengesë për besimtarët, edhe e largon ata. E largon për rrugës 10 sekonda punë. 10 sekonda punë ti e sheni ku e sheni pengesë rrugë. Mundesh me largu 10 sekonda i ki nuk merr më shumë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu. Allahu për çdo vepër të cilën ky person e bëni e ka falendëruar ata edhe e ka falë ata. Dhe Allah i dashur, me çdo vepër të vogël të cilën ti e bën, Allahu të falendëron ty. Ndërsa na jemi meritorë, por ndërsa Allahu subhanahu është meritori që na me falendëruar ata. Por për ti e bën një vepër të mirë. Vepër e cila është në dobi të gjithëve, vepër e cila është në dobi të kolektivit dhe jo të individit, Allahu të falendëron ty për çdo vepër të cilën ti e ke bërë. Ajeti nuk është thjesht për të na treguar neve për ditën e gjykimit. Nuk po e themi ajetin ose nuk po komentojnë ajetin me ta fu frikën ty vetëm për ditën e gjykimit. Por se është që edhe me Allah një mësim edhe në botën, në jetën reale të na jena duke jetuar. Islami është feja e detajeve. Feja islame është feja e detajeve. Kur i dërgon një mesazh dikujt për me inkuraju ato, kur i dërgon dikujt një mesazh për me ngushëllu ato, dije se edhe kjo është mithqal dharra. Kur e mbyn një qesh në cila është duke pikur ujë, për mos u shfrytëzuar ujë plot, edhe kjo është një mithqal dharra. Kur e mboni i natin zemrën tonë, vetën tonë, edhe nuk e shpreh me tjetrin, nuk e ofendon tjetrin, edhe kjo është mithqal dharra. Edhe për këtë kemi shpërblitë Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet se një burr në hënë hera erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i kërkoi që më mësua diçka prej Kuranit. Ja Rasulullah, alimni shay'an min al-Quran. Ai dërguari Allahu, mëson mua diçka prej Kuranit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi më mësua ti surën Zelzele. Edhe kur arriti te ajeti 7 dhe 8, e kush e bën një të mirë, e kush e bën një vepër të mirë sa fërmia, edhe kush e bën një vepër të keqe sa fërmia, ka me patë të Allahu subhanahu wa taala, ky person u ndal dhe i tha, mjafton kjo për mua dërguari Allah. Që kjo ajet, çdo dy ajete do të Zelzele, çdo dyja mjaftojnë për mua dërguari Allah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aflaha ar-rujailu. Ka fituar që ki burri i vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër ka thënë se la yaruddu mithqala dharratin min khair. Asnjë peshë thërrjes e së mirës nuk refuzohet te Allahu subhanahu wa taala. Asnjë peshë, asnjë vepër sa do e vogël, sa do e thjeshtë që mund të qenë te sytë ato te Allahu subhanahu nuk refuzohet. Edhe ato kemi gjetë në librin e veprave tua. Ai urdhëroi që më mbrojt nga ngazjore qoftë në gjysmë. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largohu nga zjarri i xhenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme sadakat të cilët ti e jep me fjalë për hir të Allahut subhanahu wa taala. E nëse nuk e ke asnjë gjysmë hurme, mundohu me fjalë të mira duke urdhëruar për të mirë, edhe duke ndaluar njerëzit nga e keqja, edhe me këtë kemi shpëtuar prej xhenemit Allahu në rrugën e tij. Allahu ibn Mesud thotë se më i rëndi ajet në Kur'an për llogaridhënësin është ky i surës Zelzele. Për ajeteve të cilat na tregon neve llogaridhënien para Allahut subhanahu wa taala, që kemi më dalë para Allahut edhe me llogarit për çdo vepër, është që ajet i surës Zelzele. Muhammed bin Ka'b al-Quradi thotë se kush e bën sa një fëmijë i mirë duke qenë pa besimtar, ka me gjetën ato në dynja, në fëmijët e tij apo në pasurinë e tij. Ndërsa kushdo që e bën një vepër duke qenë besimtar, ai do ta sheh atë ditën kur del para Allahut subhanahu wa taala. Neve shpërblimi na vjen ditën kur dalim para Allahut, edhe nuk na vjen shpërblimi në dynja, sepse dynjaja pa Allahun nuk ka më kusht asgjë tjetër, vetëm se
knatësi mashtruese. Një knatësi e përkohshme edhe mashtruese. Sot e ki mundësi ti që me bëhet mira kudo që ti përmendja. E para është në internet. Se cili prej neve pjesën më të madhe të ditës ndoshta e kalojnë në telefon. Një sharë atje një shpërndarje të cilën t'i ja bën me ligjëratën të një hoxhe apo një koment të mirë jep duke dhënë një koment mirë atje edhe po që to e ki më shpërbita Allah subhanahu taala sa këshir gjëra ka të këshir gjëra për cilat ki më marrë llogari. Këshir gjëra për cilat ti kanë në botë të bi ditë kur dash për Allah subhanahu taala. Tjetra është në familje. Duke u thirrur një familje, duke qenë në shërshëm me familjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, ma i miri për juve, është ai cili është ma i mirë me familjen e tina. Edhe unë jam ma i mirë me familjen time të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në shoqëri, me rrjetin të cilin të rrën, në tregtimin të cilin të më bëhë i drejt. Mos i rëndo shokët tu me fjalë tona. Mos u mendo me ju bë atyre mashtrime ndryshme, por se je i drejt edhe këshilleta për të mirë, edhe ndaleta nga e keqja. Andaj, çështjet të cilat ajeti i cilin na e porosim atë mirë është me jam mithqala dharratin khayran yara edhe kush e bën një vepër edhe sa fëmia e qashta ajo mirë ka me pa te Allah subhanahu. Ne esim Allahun që Allah ti që nuk e humba speshën e fëmijë, bëj fëmia tona të mirësisë pesh të rëndë në ditën e gjykimit. E lusim Allah të gabimet tona të vogla dhe të mëdha me mëshirën e tina ja Rahman, o Zot na bëj për atyre që e shohin gjykimin e tyre me dorën e djallë dhe thonë e janë edhe lexojnë librin tim, o Allah na jep forcë të bëjmë mirë, edhe nëse na neve na duket pak edhe na jep forcë të largohemi nga keqja edhe neve nëse na duket e vogël. Aqulu ma tasma'una wa la khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.